Skandale. Si jeni? Qa bët mirë? Qa vini re në i gjë ndryshe sot e ne? Ka bërë gjoksin, ma? Jo, po dalë lita i gjinë vetë. Ha? E, po se gjetët. Mikrofonat ja. E di që nuk duken hiç. E di që si vutër e fare që unë kam një gjë mu këto që dukem si agoca ke dori që ma të peshkun. Papi, ky është peshku im! Papi, ky është peshku im! Se në kita misiu. Me shtat balerin nga mrapa. Që performon I italisht. wanna dance. Ajo theme po zjeti i mundësi me kënu italisht. Ciao tutti. What's on dog? Dhe jemi lagur shumë këtë javë. Si mikrofonat tanë që la kanë afër tash. Si da parë ishte, lagëm kolegët me pistolet me ujë. Starsa nuk janë gati. Do i lagi. Gjithmonë i lagin, pas do t'i lagin me pistolet. Hare! A kishë ko pa u lag? Ashtë duke fëllë në spond. Në i kuj sponsor në duket. Së ju laga pak. Po bishi, thue. Hare po! Hajde! Nuk da shkëtë! O, ju të pëti që më shumë, mu të kuptoj. Me që fatosit do më i dhanë si shumë gojes. What's up, bitch? What's up, bitch? What's up, bitch? Hands up, bitch! Hands up, bitch! Hands up! I fight back! Kush jeni ju? Që më lagni mu? Kush jeni ju? Di dhanë shumë gojes, ti hapu i qik. What's up, bitch? What's up, bitch? What's up, bitch? What's up, bitch? Hands up, bitch! What's up? What's up? What's up? Mami, hajde! Mami Kristiana! Mami Kristiana! Me ne që të shumë! Pris! Duar o ignorant! është fut poshta saj njëu! Nari nuk do të arroj që më preve në ven! Që më bje më mirë se ajë, Viktori! Exactly. Kisa do dalësh nga aty? Hajde se e prem, hajde se e prem! Hajde, kape. Hajde këto! Po, të kam qërë për tuar i kjo. Kam hajde si më këto. Thuj fjallë e fundit. Thuj fjallë e fundit. Sarë të dua. Okej, hajde, okej, mirë, që ti bëndas? Sfida e dytë, hodhëm kolegët në pishinë. Çdo që po shkonte shumë mirë, derisa nuk e dinim që misis dinte natë. Na doli pak situata e kontrollit. Po, për pak vram njëri, po është okej. Sot do hedhim starsat në pishinë. Ata kujtojnë që ne do i bëjmë një video për audicionet, por nuk e dinë që ne do i shtym në pishinë. Do shajnë se do reagojnë. Hajde i mbysim. Do bësh video sikur, më thënë, do vinë audicionet dhe kështu, jep ne këshill për ta. Më thënë, çfarë i pretni? Hajde, 1, 2, 3. Starsat e rinj, duhet të keni kujdes. Nga, desart... Pret, të i gjatë e sa, e kanë thënë gjithë ta. Hajde. Starsat e rinj, duhet të keni kujdes nga Ema Zharë. Pret. Ja, ema jo, pret ta rregullojmë këto. Ema Zharko! Do të rasë, si isha la tje. Ishte la, u lave prapë sot zërma im, a je mirë, Isha për gjyrim. A je mirë. Nesër. O, kafe! A je mirë? Pive uj? Nuk ka mirë. Hajde këte, hajde. Po e klusi. Do bëjmë këto vite audicioneve, po ama vetëm mbaj e shkurt, 3-4 fjali.
Satanis. Për starsa që do vi? Për të gjithë ju që do të bëni pjesë e Andales, ta bëj tani? Një thirrje, jemi grupi më cool, bla bla pa. Për të gjithë ju që do të bëni pjesë e Andales, ne jemi grupi më i mirë Me prit. dhe Se qa ke këtu të flanga. mas ne kap sot. Do të fusu i filter, po... S'ke nevoj! Luciana! Dhe, si që është dëshpëria, fama do dham. Qa dreshe the o burë? Dy fjali, dy të shkreta. Kishë se ka shumë keq. Për tjerë? Qa ka kishë një të mirë është? Ore, për nga ishu ke hish këtë edhe zila. Ata që! E ke mirë të shi. Tani e ke mirë. Tani e mirë. Në sartë mera marë më zi nga për emision! Më bëqen që ishtë unë dhe prap desin në alkohol. E hënge e para! Buda lejnë! Dhe me ka bëjë ti emisioni tani! Nga le geni me uj? O i tjo se alake. Në roj! Vajni më. Doni të vini dhe ju tek Vila Andal e takoni mua, gocët që janë tu të rini bashkë me kolegët. Atëherë, Peti. Po me trove kënë një bukje, hajtë. Dhe ishe këtë për. Që? na. Harolina vetër. O Flori! O Flori, kisha portofolin në punë. Në portofolin I tjatë. O, qa kafshë është. Si e këso, burë. O, qa kafshë është ashtë e hodha. A doni me ma futë mua? Ordine, o zema mja lakët lek. A hodha telefonin paltën? Picën me roba peshoj. Hajde këtu. Njerëz të mirë dhe të bukur. Hajdeni në Andale, por me një këshill. Një kujdes not, they start fucking there. Mërgulloj të këta mërë pësë Qa s'di mëj? O mis, s'di not, hestu! Hestu mëj! O, wash mi qa! O, cili qa pun! Hajde këtu, hajde këtu, mëj! A jemi, qëtëso! Nuk e dija që s'di e not për zotin! Nuk e anot. A jemi... Fal, hajde, qëtëso, o mis, a ke pi uj, qëtëso, mëj. Nuk e dija, përso nuk e dija. Fal, nuk e dija. Sot në rast kemi WTF-n, dhe WTF-ja kishë një ftuar speciale, Pulën. Nga kësha vënë emrin Charlie. Okej. është për roast. Ore, mos ja fuz një kohë se nuk... Me kemi që mba një pauzë. Ore, mos ja fusni këtë se nuk... Kostiani që nisë me thoni lafe, gjithmonë vëtosi. Kush e di ka thënë, po ja ka pre. Kemi që parë që diskutojmë parë se nisi programi, që Pula, unë them Pula I bën vezët vetë. Ta të dy, thonë që do gjelin për të fekonduar që të bëj vezë. Vdes për showbizi me Pula. Ose ma, literisht Maroj. do të thënë, emision showbizi me Pula. Po nëse kjo pyetja asun se dia. A diete? Që Pula e bënte vetë nuk fekondohej? Po, e dija.
Pasi hëngra. Ti Fatos bashkë me chatin tënd mund ta thuash patjetër, po më mirë se ty dhe chati jot e di ajo që sapo ka dalë nga ferma. Dhe ajo është Sara Karaj. Apo Sara, ekspertja e pulave. Sara, si e ndjerë këto ditë pas daljes nga ferma, u bëm më shumë se një javë tashmë, por duke qenë se u mbyll dhe finalja. U 4 ditë, po Po. vajt më. The shade. Shit. U bë Ke më 4 shumë se një ditë. javë. Të ndoshta si ke marrë. Informata si duhet, po ka të fat. Sara Ahmeti. A gjithë. Personalisht nuk kam shumë qef kur në reality zbulohet ose admirohet kaq shumë një personazh që në fillim. Kur si jam unë? E kam shumë inat kur tjerët kanë qef dikë tjetër. Po të më ndodhte mua të ishte ndryshe. Moza është një shkrimtare intelektuale, i ka të gjitha këto bagazhe, por ne nuk kishim hyrë në fermë me bagazhet me vete. Të paktën unë, e kam thënë disa herë, bagazhet e mia i kam lënë jashtë. Po fal, po i vë fajin Mozës që Moza ka me bagazhet e trurit me vete. Unë kur hyra në femë i la zhik. E la shtruar, nuk e di pse mori Unë Moza me tani vete. jam idiote. Nuk kam asgjë, nuk kam fare trut. Unë kam shpjeguar që javën e parë këtë gjën, Moza me biseda që kam bërë unë shumë private me të Shumë private, të survejuara 24 orë në stat. Ka qenë shumë private. Gjithë bisedat që ne kemi bërë, kemi shku mi cep shtëpisë, në marrë që ndiqeshim nga gjithë Shqipëria, 4 milion veta. Ti ke pasur debate shumë të ashpra brenda fermës dhe siç të thash dhe në krye të herës, je ofenduar. Mi ishte si plakë moçme në krye të Në herës. krye të herës. E thash. Si që thashë dhe më parë mund të thoshte, në krye Që të që thash dhe herës. para herës son. Kush mendon nga finalistët që ka ndihmuar më shumë karriera e tij dhe emri jashtë se sa ajo çka kanë dhënë në fermë? Do unë mendoj i kam. Po më thuaj ti. Pustoni Malaj. Ka ftu Sara Fatosin? E bëni emisionin Sara, Fatosi i ftuar VIP. E bën pyetje mendoj. e thot, unë e kam by the way, po s'ka gjë thuaj ti përpara, pastaj te mund fëmijat. S'do e po thuaj ti pra me që pas kemë shef. Okej, soli malaj. Sigurisht tash me pa pyetje për veten e vet, e kupton? Sara, në momentin e eliminimit tënd, njëri për opinionistëve, Ermal Bamaçi festoi, duke u hedhur nga karrigja. Si u ndjeve ti për këtë gjë? Dhe a pate mundësi të flasësh me Ermalin më pas? Unë kam qeshur shumë, kur e kam parë. Më ka kujtuar fëmijët e mi. Fëmijët e kësaj ku morën vesh se do futen ferm. Yes! Yes! Do iki mami, do iki mami. Tu batu edhe valle. Më kujtë fëmijët e mi që ata më urrejnë si Ermani. Në të gjitha protestat që janë bërë, protestat që i përkasin shoqërisë, edhe jo partijake, kam qenë gjithmonë pro, i kam mbështetur gjithmonë. Unë nuk jam person që dal në protesta. S'më pëlqen kështu të shkojmë protesta, i suportoj nga kafja, janë okay. Vibe i bukur. Jo, që në i mesazh, het në histori të vogël kështu, po unë gjithmonë suportoj çdo kallë shoqërore. Se kam tip pozitiv, zemra. nuk e kam tip, nuk e kam tip dal në protestë. E kupton? Sa not me. Pyetja e fundit, cili nga opinionistët nuk do doje ta shihen në karrierën e opinionistit? Qa thos ke Fato? Karriga pionistit, Opionistit. karriga pionerit. Opionistit. Shef dhe kamerën, sikur thot e sakt. Opionistit. Sara Fato. Të e futen teaser. Çdo gjë me Sekostianin. Jo, e vërtet nuk e Emisionin nishja. tjetër, fustan, Emisionin unë me tjetër. pika, ti me vija. Me buso zemra. Si bëjnë sur sa më në herë. Bëj që po na kërkojnë dhe po na detyrojnë në emision me pikë. Ti fustan me pika që blive para një javë. Unë fustanin tjetër që e pam atë rozin e bukur. Atë me busto zemra po atë. Atë që kam këtë ring. Të lutem i ftuarit të vinë në Të hyj i ftuari. Tom. Zemra si e? Tani, shpresoj mos të bëni atë që mendoj pas kësaj. Ne nuk kemi ushqyer, Sara. Okej. Më mek që veç pula nuk duket e i ftuar, i thash se rjema gazetarja. Dikush që nuk ka kontekst, thot çfarë ishin po thot. Të Artemisa, Sara, mu m'hat buk. do ham gazetarin ton. Që në fermë. Pak me dashuri dhe këndoj një këngë pulës. Një këndoj këngë Oh, pulës, she's po. so bad. Do I gjëzër këndoj në kësaj? pula kësaj. Pula, do gjëzër në kësaj? Më lini çkaj? E kuptoj. Ej, faleminderit pula jon. A mund ta marrë dikush? Ne dhe pak e tretën, po, okay. Pa tjetër, ua bëjmë ne si nder. Unë kam luftuar me çdo gjë që kisha që të bëja atë që bëra. Po, Me pulën. Po, zemra, sa luft, Moza. sa luft do që t'jesh negative, zemra, do shumë E luft. urrej. Unë kam luftu me tërë qënjën time që ti. Ti mos fal se ti. Po luftoni njëtat beteja. Dhe si që tha i madhi Fatos Sulo, ke një tjetër fan. Ua, Fatosi bën nga oferta në markete?
I madhi tos? I madhi Fatosulo. E vdek me ka detyru Misi me thënë këtë. Do me dalë në emision sot. Tu i dalë. Misi, do të se. Do thosh 3 herë fatos të kësha mu. O jull. Bujaka po si e more ka i zëri. Ej, mos e këni followën dhe ndalesë na vërë. Bujaka si e? Ti mos e talti. Juri ti ka i vetë zëri sot. Buja ka si e mirë qa bën. Po dalë në për rrugë Tiranës, më dalojnë burra, gra, gjysha, gjyshet. Ndra fatosit me ndalu gjyshe. Ndra Fatosit. O zemra pse në duket bujaka si nga momentin 5 sa marrësh. Aja ka bërë atë? Jo, ishte një moment se unë isha thjesht në gjumë. Po s'po më dzente gjumi. Dhe aty ta është i following kur ishte në gjumë. Ta një kuptoj pse nuk e nxjerr Fatosin teaser. Kosti, atëherë e që followin? Atëherë Kostian ti kesh me listë. Që shema gazetarja. Gjesiana Muka. 2 veta. Ta dish. Kuptoj muzën edhe është e mirë kur din me kanë e mirë edhe ashtu unë. S'kom e sen kështu. Ashtu, s'kam ne kësen kështu. Ashtë e mirë ku po të ajo po dojke mu kone lirë. Si putrin të atëhere. Në njeri i mirë, e nga thua njeri të mirë, dhe a i keqi, e nga thua të keqin, a i keqi bëti mirë. Kështu po më duke kjo intervjizat e tani me bujakët. Me i keme këta që s'kuptu në asë gjë. A je ndarë nga një vajzë, sepse ke pëlqyer dikë tjetër? Përpara, Ke qenë në ndonjë trekëndësh dashurie? Ku mërë? Më përpara! Përpara, dëgjoj, më përpara. Pyetje pa lidhje. Ky kishte gruan me vete, do të qenë gruan me një sniper aty. Thuje. Dhe një pyetje e fundit shumë serioze. Po. A e ke bërë qiçi në det? Është shumë serioze kjo. Kina tentu me muzën me bo diçka. Qëndroni të showbizi. Që ka përqesh? Si shasfani, u meke. E sot në ruë. Ka fillu gjithu më bëhë humorista. E bën qiqin krevat. Fermieri jo i vërtet. Fake, falso. Fermeri jo i vërtet. E korrigjon Fatosi. Fake, falso. Falsa. E tha shumë mirë, e tha shumë mirë Fatos. Që për këtë Ti nuk shqip. shuash për gjuhën shqipe jeta ime. Pra ne pra i tha anglisht fake, se ndoshta si fake. kuptoj Kosiani, se ishte shqip. Dhe fermieri më i fort. Pasi e marrë Goku në intervistë. Ti ke bërë një këngë që titullohet Ronaldo. Po. Tani do ta bësh një këngë peshkaqeni. Po. Po do ta lësh me aq. Do ta bësh një peshkaqeni. Unë për pak mu t'largoj nga kjo studio. Nëse vazhdojmë kështu Kostian. Ti ke bëj këngë me emrin Ronaldo. I thot. Edhe okej, Prisja ti një mendon pyetje, që do do bësh bëj një këngë një me pyetje Messi. që ka lidhje me Ronaldo, në kupton? A do bësh një këngë me emrin Peshkaqeni? Që lidhje ka? Parandeza këtu më të fës. Nuk e di ku shkon pyetja. Me që i Të kemi nis gjitha diku ndezër. edhe dikti një temë komplet tjetër. Eventet ama piano në Shqipëri, pari që i këm kriju. Këtë nuk e kam preun. Kështu është vetë. E thot ai, unë kam sjellë eventet e para me piano, pritet komplet. Faleminderit do këta. Nuk bën sens. Me kemi që dhe falenderimi që Rob. Shumë faleminderit. Andala. Bëja ka që ka po nuk më. Andaleja, ma ka. Po ma ka. Veç bëjës. S'po e them. Kosti sa mbushi 17 vjeç. More like hungry 17 kile, thot. Më shumë si 71. Ne të kishtë Vjeç. tjera fundet e... Okej. Të vjeqa që ndrum, nuk është të menova që është 71 kile. Kishte më të feja sot për sot, kemi tani pa manual. Si që thamë në kryet e herës. Në kërë të e para e sot. Me mbrëma. Një mbrëma. Si jeni? S'po më merë të gjumi. As mua. Vapa? Jo, ndrat. Jo, ndrat. Të bukura? Të paharrueshme. Nuk di që të thea, më mungojnë këngët. Më mungojnë hyrjet me këngë, gota, please. E kanë kap që nga introja tash. E kemi unë plotin. Mirë mbrëma. Mbrëma, se ngelëm tërkon duke hapur këtë podcast.
si të lojtura, duhet të çik seriozitet. Se në fakt këtë herë ishte super, si ishte fare si të lojtura. Ti Do të je kishim e seriozitet paharrueshme, unë jam. E dashur, Ever, bukuroshe. Qa të rejqin pa themi. Këtë episod nuk qesh fare. Sa të repashesh fare. Direkt në një tjetër i meglit. Kam përshtypjen që un kam googulluar dhe kam lexuar shumë për këtë gjë. Sepse më bën të përshtypje, ishte bërë si një pattern, jo shumë, sepse Që të folë si psikologi, kam googulluar, kam kërkuar në Ok, chat, googulluar hajtë po e pattern. konsumoj pattern? Ishte Ishte një pattern. pattern, ishte një pattern që... Ishte Pattern? Panter. jam një njerëz që në fakt un kam nevojë për shumë dashuri dhe jam një njerëz që jap shumë dashuri. As vetë se besoj këtë. Ajo shoqja që të ka bullizu gjithë jetën. E kam Ka thënë. shaj. Story, Vdes për praise dashuri. God. Samuel 12:1. Love life. Love is always gonna win. Okej, se single kemi qenë, po unë po them për të jesh single për shembull siç je ti prej një vit. Që single që e pa shpresë si ti që ke. Ja bëndën kështu, prej sa ke qenë ti ke gjithë jetën single. Së relatoj dot, po, ti ke... Së relatoj, ja. Pattern. Në këtë fazë, aq shumë kënaqem me veten time, se që mendoj që nëse do doja dikë tjetër të bashkohet një plus shumë i madh në këtë ekuacion që kam me vetveten. Qëndron, e bukur në fakt. Prandaj kam bezdi. Të si ku fakti që janë single. Janë plus njerëzit që vinë në përpjesim të zhdrejt me ekuacionin e jetës time. Nuk e di kur dezi të ekuacionin, thot Gjesi. Nuk kam qenë mirë matematikë këtu kështu. Teorema e singullimit. Po thoja që nga disa kërkime që unë bëra për t'i dhënë një diagnozë këtyre vajzave që nuk rinë dot single, shpjegoj dhe si Doktoresha Jon Blerta. Profesor më së psikologe, psikoterapiste, Blera Çelaj. Diagnoz. Burimi Google. ç'a bëni gos kur i shpifet i dashuri? Ndodh që tradhtia ishte masive. Pa mirë Gocat tona ishin shumë e i dinin. nushin vend. A biteni? Goca tuaj. Goca tona, që shkruajnë lolle histori çdo episod. Tratova burrin me 17 burra. Sinqerisht, kanë trastu? Të 13 e dua. Kemi gjenë një tjetër. Bazike. Bazike do Bazike, du nga to tratova Bazike ze imagjini. burrin me i grua. Më sa fut këtë tash, keni 3 kopila. E ke dashurin gay? Kjo është çika. Kjo, e gjej tjetër që Kjo është histori që na duhet. Bën upgrade, qëndron, takon ishin. E gjuna të kështu e bëri. Unë më shpërti 4 javë mujt je me ato. Zemra është me periudhë, është me Kam stres. kam stres. Ti nuk e di se çfarë ndryshimesh hormonale kalon trupi im, okay? Është faze. Beni duke në Okej, gjukat. Benard, Duke në gjukat Beni, pra ty s'të vinë 4 herë në muaj periodat? të kam bërë sufle kotën të? Duke në gjukat një këtë rejnën. Për se ta njërë sufle proteinike. Tani ka dëshoj qik. Ja heshin ca produkte. I fusin një të qëndisur me shokun e ngushtë, thot. Ua Zeza. Centro me. Centra me. Vdes kur shëndis me ty. Ajo olë O të janë patë që ja futin qëndisja aty e zemra. Ua. Për zotin. Centro me shokun e ngushtë. Me shtiza. Po qa shtizës se? Me është iza. Me shtiza. Trastojnë e tham. Ta të e tham, me shok në E ka lënë kështu, po. Gej po, shtatë në veta e kemi. Që moment ju jeni thjesht shtrier, ti sqar, do të thënë dhe fillon e shefat aty. Po Ka që ka pasur jo, shiko. shiko. Ka që ka pas? Ka që ka pas për herë. Imagjino ti është ora 3 e natës duke fjet gjumë. E thjesht nuk e t'i zgjohesh se shef ke një figurë këtu. Ke që si alamukën me sy blu, tu t'pam shpirt, tu surveju, tu Fjalla t'analizu. njerëzve si blu kësho. Sa i ka dhe si të bukur kështu blu që të shofim shpirt, ha? Ishtë që të ishtë Që dhe kjo përshkrim ranti, që dhe bukur blu ma qepse që të shojnë shpirtin. e nga tro me demon paralize, që po dhëtë. Shiko, ta dua, mirë, e po shiko, dua. varet, se në rastin që kam qenë dhe unë dhe Megli, që sa unë dam nga një lidhje shumë e gjatë, toksike, e tjerë, Dhe toksike ishte gjesti. Ka qenë lidhme me njëti person. Sa unë damën dhe Megli që kemi qenë lidhme. Lidhje shumë toksike, dhe toksike ka qenë gjesti. Është ajo që janë një lidhje abuzive. Ua, seriozisht, po shpëton nga i. Titulli, pse jemi single? Shpëton nga i? Të shpëtoj ai nga unë. Po sa ajo tha e gjen tjetrin pa lënë të kaluarin, që do të thotë jo, që shiko, ti është ditë për dinake, sa që
Po, unë do ndaj nga ky, unë me këtë kam mbyllur, unë ndihmë për këtë, po para se ndaj nga ky do gjej një ta kem gati. Faleminderit për instruksion. Po me, zëma, ta përdore lloj fjale për fjalën kurv. Del për dinake. E kom ditë prej asaj natë. Del për dinake, kupton ti? Ajo është gjithë dashur, ndërkohë që është me dashuri. Ajo lkonja keqe. Sa dinake je shumë dinake. Nga ky. Del për dinake. Nga nevoja për të qenë me dikë, thjesht lidhej dhe në një pikë unë mendoj që ajo as nuk i pëlqen të vërtet, thjesht donte të ishte me dikë. Është vajzë shumë e mirë, e gjatë 2 metra. Po shka ju ka shkuar për mua? E gjatë 2 metra, respektoj. Është vajzë shumë e mirë. Kush nga ju ka shkruar për mua thot Xhesi. Xhesi than është vajzë shumë e mirë. Okej, qëndrojmë këto 2 metra, po e bukur po. Te mira. Që i rref meshku që flet me ta po. Po të thjesht donte të ishte në një lidhje, nuk i donte asa. Nëse ky ishte pa manuali për ju miq. Derisa të mbyllet edhe të shpëtojmë gjithë. Downi. Dhe për të gjithë ju që po prisni La Villa Dramën, top 5 qasot i dedikohet La Villa Dramës. Kemi top 5 spoilers për ju. Bëni 5 Zërmë ca sekrete. Do ketë risi, pra ju do shihni janë tjetër të starsave se si. Bete për të parë. Vëndi 4, do ketë një dyshe që s'ua ka prit me një kur. Kur. Lerish se mendoni që, ma priste me jo, s'ua ka prit me një kur. Një dyshe që ishte thëngjilli mbuluar. Dhe na bëri të shajmë. Do shokoheni, vendi 3 Juli. Dhe shkojmë tek vendi 3 që është e preferuara juaj, një sherr i fuqishëm. Jo sherr. Jo sherr, po. La Villa Drama do nisi me një sherr super të fuqishëm, që do thoni, wow, këta nuk zjen kur. Fik shu do thoni, në këtë ton, shënojnë. Vendi 2, një përçarje që s'ua merr mendja, një përçarje midis 2 personave, nuk do themi goca apo çuna, po. Një përçarje që nuk e di, do thoni me vete, wow, këta ishin super shoqe, shok, ç'a ndodhi? Të kam të çushit mirë. Janë shaka çfarë, ngjojni. Vendi parë Juli. Dhe më lërë të mbaj dorën. Kemi largime, dikush do largohet. Fatkeqësisht dikush nga starsat e mbetur do largohet nga Villa Andales. Se kush? Vete për tu parë. Puci! Andale!